Miqtë e Property Cast, ju përshëndesim. Uroj që t'jeni mirë dhe t'jeni të frymëzuar gjithmonë për të përmirësuar jetën tuaj. Andaj edhe ne jemi këtu bashkë me kolegën e botanikut, e cila është shpallur e treta e gjithë sistemit të Century 21, Lorina Rada. Të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit ty për ftesën. Ke një angazhim shumë të madh që përkushtohesh prej vitesh në fushën e real estate-it. Po, u bën 5 vjet e gjysmë tashmë. Besoj se tani nuk ke dilema, ke gjëra që thua jo, unë s'kam pas dilema asnjë ditë që kur kam nisur ta bëj këtë punë. Domethënë kam hyrë me mendje të qartë që do bëj këtë punë dhe kjo është puna e jetës time. E ke ndarë domethënë deri në fund, merresh vetëm me këtë dhe është e vërtetë kjo që e thon shumë kolegë të tjerë. Jam shumë kurioz të di se si e ke nisur real estate-in. Si kanë qenë ato shkëndijat e para? Tani unë real estate-in e kam kam me çik në gjak se familjarisht në profesion jemi Tiranës. Po, edhe në familjen time ka qenë çik si punë hobi kjo puna. U liru dyqani, shko merr çik, duhet iku një klient, duhet ardh një tjetër dhe duke u rritur pak shumë në këtë frymën që ju ushqyer që në familje që po, jam ushqyer që në familje. Familja ime ka hobi të merret me vënien me qira, po me lëvizjen e pronave, shesim këtë, blem atë. Ke qenë gjithmonë e përditësuar për ato se çka po ndodhet me pjesën e zhvillimit të Tiranës. Në moshë më të vogël nuk e shikoja aq gjërsa që shoh sot. Në momentin që vendosa përpara se të kërkoja të filloja te Century dhe të vendosja ta bëja këtë punë, bëra një kështu screening të vogël të Tiranës edhe është shumë e bukur, është qytet shumë e bukur. Kur e vendose ti, je ushqyer nga familja që janë marrë me pronat historikisht gjithmonë, por kur vendose që ti the që e morë seriozisht le të themi këtë e mora seriozisht atë ditë që i kam kërkuar Arlinda Korrës që të më mundsoj një takim që dhe unë të filloja këtë punë. Kam shkuar personalisht para po? Po, një personalisht, unë dhe Arlinda kemi qenë në universitet bashkë, e kisha ndjekur rrugëtimin e Arlindës deri aty dhe e kisha parë kështu, e din si ai kalamani që shef nga mbrapa perdes. Ishte një gjë që doja shumë ta bëja, por deri në atë moment nuk e kisha guximin, po dhe jeta nuk e kisha në rrethana të tilla për ta filluar këtë punë. Dhe ishte periudha që sapo kishim dalë nga pandemia, të gjithë njerëzit patën ato ndryshimet e veta pas pandemisë. Deri diku ndikoi edhe për mirë, për shumë njerëz. Patjetër, edhe për mua ka ndikuar për shumë mirë dhe me të dalë nga pandemia shkova takova Arlindën e thash unë dua të filloj të bëj këtë punë. Dhe të them të drejtën, ajo qasja e parë edhe sot kur e diskutojmë ka qenë pak e ftohtë, kupton, sepse ndonjëherë në këtë punën tonë me shoqërinë apo me njerëzit që ti njeh, jo se s'do t'i mbash afër vetes, po është më mirë të çosh në një zyrë tjetër që ata të krijojnë identitetin e vet si agent imobiliar dhe prap aty je brenda të njëjtit sistem, prap të takohesh në zyra hymë dhe dalim pa problem në zyra të ndryshme. Pra ti zgjedhjen e parë ke bërë direkt për real estate-in tek Century 21. Pse zgjodhe Century? Prej Arlindës apo? Jo vetëm prej Arlindës. Century 21 është brand e para. E dyta, unë përpara se të vija te Century në Shqipëri kam qenë një periudhë të shkurtër për të provuar jetën e emigrantit në Amerikë. Që emigrantit. Ndërkohë që shumë shqiptarë kanë ëndër dhe vazhdojnë hedhjen llotarinë amerikane, viza turistike. Nga eksperienca ime është edhe një ëndër, megjithatë varet edhe se si e ke mënyrën. Ke jetuar në Amerikë? Kam jetuar një periudhë të shkurtër, më pak se një vit. Atje është faqe interes për pjesën e real estate? Është faqe interes patjetër, jam takuar dhe me agjentë imobiliare atje, miq të familjarëve të mi dhe agjentë imobiliare që përdor që ka tezja ime e cila jeton atje. Jemi vite dritë larg tani, flasim profesionalisht në lidhje me Amerikën, me mënyrën se si ato punojnë, megjithatë unë vet kam qenë shumë orientuar nga Amerika dhe vazhdoj të jem. Kjo ka ndikuar, pra ky shembull ose qasja që mora atje ka ndikuar për mirë për ty për të rritur profesionalisht? Po, ka ndikuar për shumë mirë. Domethënë mua më ka mësuar që përballë klientit e para të mos gënjej kurrë, sepse ne klientin, nëse nuk e dim një gjë, është më mirë të themi që shikoj se unë këtë informacion nuk e kam dhe do ta jap sapo ta kem, sesa ta gënjesh të thuash një sipërfaqe që nuk është apo ku di unë një të shehesh një problem. Ajo siç ka na kënaq më shumë, domethënë që na jep atë vlerësimin është që ne të arrijmë një shitje, por më shumë të ndërtojmë. Shiko, ajo puna komisionit ajo është reward, ajo është përblimi që ti do marrësh për atë punë. Është një rrugë shumë e gjatë që të çon deri atje. Dhe fillon që në momentin që ti takohesh me një klient për herë të parë, që është një individ që ty s'ka rastisje ta deri më sot, domethënë ti do njihesh me një njerëz nga zero. Në
kuadër të asaj që ai po kërkon, të përpiqesh ta njohësh, ta pyesësh se ku jeton aktualisht, cilën zonë po kërkon për të blerë. Domethënë, duhet bëhesh pak edhe psikolog, pak edhe terapist në këtë punën tonë. Po, Shqipëria, për sa i përket kësaj fushe, apo sheh që ka ndryshime që nga momenti që ti e ke nisur para disa vitesh deri në këtë ditë ku jemi? Çdo ditë. Po përmirësohet, po përshtatet tregu, klientët shitës, klientët blerës. Tani, se unë nuk dua të baj theksin të gjërat negative kanë në çfarëdo lloj vendi të botës, edhe neve nuk bëjmë përjashtim. Nëse janë negativet, nuk do ketë asnjëherë edhe përmirësim. Nuk vjen as zhvillime. Shqipëria është një vend që ka dalë nga diktatura. Dhe kemi shumë hapa për të kapur, që të paktën këto 30 vjetet e fundit unë mendoj që kemi ecur me një ritëm herë të mirë, herë pak të shpejt, herë pak më të avashët. Jemi në mes të Ballkanit, jemi në zemër të Europës, jemi një vend që do jemi pikë lidhse dhe do kalosh të ne patjetër për të shkuar nga deti, nga ajri. Më së miri edhe luftra që kanë ndodhur, nuk kalon nga këto shtetet e mëdha të fuqishme, pa kaluar në Shqipëri për të pushtuar ndoshta edhe vende të tjera. Po, dhe duke qenë edhe gjeografikisht pozicionuar në mënyrë të tillë, neve do jemi vend në zhvillim dhe me zhvillim të shpejtë. Na pëlqen që janë rritur çmimet e shtëpive në Tiranë. Përdorim ne shqiptarët një shprehje shumë u bën këto, u bëm ne. Do bëhemi edhe ne. Nuk kemi nga... Është e pashmangshme. Madje mund të marrim guximin të themi që jemi me vonesë, jemi shumë vonë. Ndërkohë që flasim në një Milano që është kaq afër nesh, çmimi në Duomo për metër katror të kalon në vlerat 15-20 euro. Gjithmonë nëpër komente, meqense nisëm direkt në këtë pjesë që nëpër komente ka shumë nga shqiptarët që reagojnë thonë ore ky çmim që shitet ose për X pronë ose në një lokacion caktuar në Tiranë për shembull ose edhe në jugun e Shqipërisë, nuk e gjen Milano, domethënë edhe Milano, në Rom janë edhe më lirë, domethënë. Po ndoshta nuk kanë parë ndonjëherë, se mjafton një Google, një ChatGPT, të shohim pak agjencitë imobiliare se çfarë bëhet nëpër botë. Është vërtet. Unë që i kam parë, kam gjetur shtëpi, kam gjetur një shtëpi në Milano 100.000 euro, por ishin 100 kilometra larg Milanos, nuk diku të cepi pa. Domethënë, varet pak edhe zona, varet sa nevojë ka për zhvillim, për investim brenda. Domethënë, është një mori elementës që e bëjnë çmimin, nuk është vetëm thjesht hajt se jenë Milano, të kap regionin i Milanos edhe hajt se po e shesim shtrenjtë. Është shumë e cekët për ta llogaritur në këtë mënyrë. Po mos ishin gjitha këto, le të themi, komplikacionet, nuk do e bënin edhe më të bukur të profesion se. Po çfarë bën për Lorin të bukur të profesionit? Është përditshmëria. Ky profesion nuk ka rutinë. Domethënë nuk ka një rutinë që ti do shkosh ke 8-5 janë zyrë, e di që do ulesh aty në Excel, do punosh, jo. Ky profesion ka ritëm, ka aktivitet, ka energji. Domethënë, ndonjëherë më pyesin familjarët mëngjesi, ç'a plani ke sot, ç'a do bësh? Dhe e din mendohesh, tash ti thush që se di se ç'a do bëj, po kam punë, nuk ta kuptojnë se me vërtet mëngjes ndoshta nuk e dim se ç'a do bëjmë, po sa shkojmë në zyrë, organizojmë ditën edhe e gjen se çka ke për të bërë, nuk është se gjithmonë ka çdo ditë domethënë ka diçka që do dalë patjetër, nëse punon. Po, patjetër, nëse ke sistematicitet në atë që bën, çdo ditë sjell nga një gjë. Kjo është kthyer rutinë për Lorin, le të themi kjo pjesa e ndjekjes së çfarëdo lloj gjëje që në përditshmëri ajo se çka ke lënë dje për të vazhduar në ditën. Po patjetër se këto janë gjëra që shkojnë zinxhir, dhe duke qenë që puna jonë është mbas kontratash, neve nuk është se do trajtojmë 12 muaj të vitit vetëm njërin pronë. Neve mbarojmë punë me një pronë, ne japim me qara apo e shesim, na duhet të gjenerojmë një pronë të re, rrjedhimisht do flasim me një pronar ose me shumë pronar që të nxjerrim atë një pronë, që të bën të jesh në takime me njerëzit gjithë ditën, që të mësosh gjëra shumë të vyera që të duhen edhe për jetën, por edhe për profesionin, por edhe për marrëdhënien që lidh me njerëzit. Si është ky kontakti i përditshëm me njerëzit, me klientët, domethënë në këtë fushë? Ka adrenalin, ka energji, ka momente që do shumë durim, sepse sidomos në takimet e para ti më shumë duhet të dëgjosh klientin se sa të flasësh vetë. Domethënë, po nuk e njohe ta dëgjosh çfarë ka, edhe nëse ja fut kot në thonjza për atë që po thot, sepse klienti në fund ditës thotë unë kur shkoj te doktori ndihem ignorante për fushën. Patjetër që klienti ka gjithmonë të drejtë, por neve jemi aty që atë të drejtën e klientit ta kanalizojmë atje ku duhet që gjërat përshtaten si në kushtet e shitësit për rastin e çmimit apo në kushtet e blerësit për rastin e buxhetit, financimit apo gjithë gjërat e tjera që ka nga mbrapa kjo puna. Këtë e thua sot, por jam shumë kurioz të di si ka qenë eksperienca e parë me klientin e parë.
Eksperiencën e parë, kam përshtypjen se të parë, përshtypjet e para patjetër që e mbaj mend, mend, patjetër që e mbaj mend, ka qenë një eksperiencë shumë e butë. Domethënë çdo gjë shkoi shumë mirë. O, çeka shumë i thjeshtë ky profesion. Po, sa në transaksionin e parë thash, kjo çeka ishte pak shumë easy. Pastaj te e dyta filluan duke u vështirësuar një çik gjërat edhe filluan duke dalë edhe probleme në dokumentacione që nuk ishim hasur më përpara, se çdo shitje ndryshon nga tjetra, një ka trashëgimi, një ka dhurim apo blerje. Dhe duke filluar duke dalë yçklet, ishim çik kështu pak më skeptik, po prapë ja dolëm. Kur ka qenë ai momenti që ti ke thënë, "Okej, ky është profesioni im." 2 vjet përpara se ta filloja këtë punë. 2 vjet përpara? Po. E ke thënë para se ta nisi këtë punë, ke thënë që ky është profesioni im? E kam thënë përpara se ta nisi këtë punë. Po, të thash, rria ruaja Arlindën. Dhe rrjedhimisht shikoja dhe zyrën e saj, shikoja që kishte shumë rini, shikoja që kishte shumë aktivitet, kishte shumë jetë aty brenda. Dhe kjo është e vërtetë sepse në zyrat tona ka realisht shumë ndryshe si në Amerikë, domethënë që edhe andej bëjnë shumë aktivitete, domethënë kanë një herë në javë, për shembull ato mblidhen të premten, kanë drekën bashkë gjithë si zyrë, domethënë, po edhe neve e kemi këtë gjë, sepse baza e punës tonë ti e di shumë mirë është bashkëpunimi me njëri tjetrin, që thënë shëmtuar, neve kemi interes të njëri tjetri për të mbajtur marrëdhënie të mira, është një skuadër, po. Shqipëria që fitoi ndaj Serbisë është ajo fryma që jepet gjithë skuadra për të pikërisht. Domethënë neve aty jemi të gjithë bashkë për një qëllim, të shërbejmë klientit, të mbyllim punën dhe të mbyllim transaksionet dhe patjetër të gjithë mbeten të kënaqur pastaj të gjithë mbeten të kënaqur. Ajo është një konkluzion, por ajo se çka e bën më të shitshme ose më të suksesshme një marrëdhënie, pra, ose një pronë, cila është? Në marrëdhënie me klientin... Për ta konkluduar, pra, marrëdhënie me klientin, me të dy palët. Në marrëdhënie me klientin, e thash edhe më herët, duhet të jesh i sinqert. Të jesh i sinqert. Nuk ka vetëm... Për çdo gjë. Për çdo detaj të pronës, për çdo problematik. Po një pronë çfarë bën të shitshme? Çmimi. Kjo është ajo që bën një ndërmjetës ose një profesionist i kësaj fushë të real estate. Po, nëse çmimi është i mirë, është në treg, është në vendin e vet, prona juaj do shitet. Nëse do dalim overprice, do rrim ta marketojmë. Do ta mbajmë. Do sjellim, do qarkullojmë. Po, thjesht do marrim më shumë kohë. Por a ka pas një moment që ti ke thënë boll, kaq, nuk do të merrem. Çdo natë. Çdo natë thua? Është vërtet që e thua çdo natë? Jo, nuk e them çdo natë, po lodhja e ditës sjell edhe gjëra, sidomos kur ka situata që janë pak më e thua natën kur zgjohesh. E them natën, jo, mëngjes them nuk di të bëj punë tjetër. Kjo është ajo që do bëj gjithë jetën. Cili është klienti ideal për një agent ose për Lorin? Unë kam patur klientin ideal. Kam pyetur një shitje për 20 minuta te një pronë që kisha 8 muaj që e trajtoja. Që më duket se ta kam treguar. Po, kisha një pronë 8 muaj që e trajtoja, ishte në një vëzon, jo, as pak qendrore, jo shumë qendrore, po as pak qendrore. Kur kam shkuar, kam marrë atë listimin, ka qenë diçka muaj 3-4 të punës. Dhe më mblodhen lotët këtu. Thash, shoqërima, kush do vi deri këtu. Imagjino më shumë ngarkesë ke patur ti si agjente se sa vetë klienti ose klienti ishte me ide shumë qarta. Domethënë unë klient si ai e kam shumë mik sot, kemi ruajtur marrëdhënie edhe pse flasim pas ka 5 vite. Ka 5 vite që e gëzon atë pronë dhe ka bler dhe më mbrapa prap me mua. Edhe më merr në telefon për këtë pronën të cilën unë pasaq muaj kisha harruar, them drejtën, nuk mbaja mend as metra katror, as kush ishte pronari nuk e dija. Futem, shumë bukur, dua ta shoh, më tha mua në orën 2. Thash hajde në orën 2. Sa i gjeta unë pronarin, sa më thonë çelësat, sa hika deri në autostradë ku ishte prona. Vjen me një qetësi, nuk e di, ajo qetësia heshtja aty, domethënë mua më bëri barkun ngrop, thash tani çfarë po ndodh se s'po kuptoja dhe ishte edhe një vlerë transaksioni që unë se kisha kapur akoma deri në atë moment, isha akoma shumë herë. E pa qetësisht mirë, tha po hiki, tha do flas me gruan, tha edhe them. Në rregull. Sa mbyllëm ambientin, hypëm makinë, sa unë hisëm telefon. Të lutem, tha do më lësh një takim nesër. Aty nuk dha fare asnjë shenjë, asnjë emocion që thoshte zero. Ose që të kuptoje ti për shkak. Zero.
As 20 minuta mbasi kishim mbyllur derën. Morin telefon dhe tha lutem na lëni një takim për nesër sepse unë dua të jap një ofertë për atë pronën edhe dua të vazhdoj për të ndjek procedurën për ta marrë. E vendosi vetë, nuk është si solli njerëz tjerë bashkëshortë ose dikë tjetër që të ndikojë. Me sa kuptoj me bashkëshortën mund të ketë folur në telefon. Domethënë patjetër që e kishim biseduar, por ndërkohë dhe e njihnin në zonën dhe e donin pikërisht në atë zonë. Domethënë ishte shumë specifike dhe kërkesa atyre. Edhe kanë sot tashmë për çfarë mendon ti që ndikoi tek ai që ai e zgjodhi atë për shkak? Ka qenë kërkesë, domethënë ka qenë i orientuar për të bler aty. Jetonte në një zonë prapë aty afër, donte të hapte edhe një punë bashkë me bashkëshorten atje. Domethënë ishte stili i tij jetës që orientoi që dhe biznesin që po ngrinte të mos vinte ta bënte në qendër të Tiranës siç të gjithë lakmojnë, por ta bënte në një zonë sekondare pak më periferike, duke i shërbyer dhe familjes po dhe punës njëkohësisht. Kesha që ti duhet nuhasesh domethënë në këtë punë, por a ka Lori një radar për të kuptuar cili është klienti jo serioz për shembull që nuk ka interes për të blerë? Kuptohet, domethënë interesohet bosh edhe me që në mënyrën se si të qaset në telefon, mënyrën se si të shkruan, janë kollaj të lexueshëm. Po për fat nuk na ndodhin shpesh. Nuk janë shpesh. Jo, nuk janë shpesh ta. Shqiptarët blen me zgjuarsi apo thjesht për të jetuar sot në këtë ditë që po flasim? Kemi shpler pak atë kohën e blerjes për të jetuar. Shqiptarët tani blejnë për kënaqësi dhe blejnë edhe për upgrade, për të krijuar, është krijuar edhe ky trendi, le të themi stil jetese që kanë pasur një pronë, thonë që blejnë diçka më mirë. Sidomos mbas pandemisë po fillojnë të kërkojnë hapësira. Domethënë neve vim të gjithë si popull nga pallatet Peskaçe, ato 2+1 standard të 70 metrash plus depon, që jetonte një familje lirshëm me 4 veta, se një pallto bezh, një pallto zez kishin funditës. Domethënë nisur që nga rrobat e trupit ishin të kufizuara. Ndërkohë jetojmë në një epokë që na janë shtuar valixhet që s'kemi ku të vëmë nëpër shtëpi. Domethënë shqiptarët po kërkojnë hapësira. Ka filluar edhe trendi në ndërtimet e reja. Është bërë që të kenë patjetër një dhomë lavanteri ose dhomë depo që të jetë ekstra, pse shtëpia ka gjëra gjithmonë. Po mbas pandemisë u vure edhe trendi i kërkesës për shtëpia me veranda ose me aborra të mëdha. Ose edhe për komunitetin që ndoshta i rrethon. Edhe për komunitetin. Nevoja për një ambient që të jetë më qetë edhe në. Po duke qenë se është jeta pak më dinamike dhe më energjike në këtë periudhë, nuk është në fokus, domethënë në top 3 nuk është gjithmonë përzgjedhja e komunitetit. Janë elemente të tjerë që zgjedhin përpara, po. Se komuniteti patjetër që është shumë i rëndësishëm se ku do jetosh edhe me kë do lozin fëmijët apo kë do kesh komshi. Duke marrë parasysh që pjesa më e madhe e njerëzve janë ikur më shumë se sa 10 orë në ditë, ngelet shumë pak kohë për të njohur me komunitetin. Në shtëpi edhe në pjesën e komunitetit. A zë vend tek ti në përditshmërinë tënde në këtë punë është shpreha që kjo është një mundësi e mirë investimi? Përdorim nga shumë kolegë kjo, sepse e thonë edhe e përdorim vend e pa vend, e përdorim në profesion, jashtë profesioni. Prona është gjithmonë investim shumë i mirë. Kudo që të jetë. Amerikanët kanë një shprehje që thonë blej tokë se tokë nuk do ketë më. Dhe po ishte pronë, po pati një certifikat pronësie, është gjithmonë një mundësi shumë e mirë, është gjithmonë një mundësi shumë e mirë investime. Qoftë për efekt qëraje për të ardhura pasive, qoftë për arsye rishitje, për çfarë lloj arsye prona është gjithmonë mundësi shumë e mirë investime. Shqipëria po ndërtohet për të jetuar shqiptarët apo të huajt? Kush po blen, pra se dalim ke pjesa e konceptit që sa po the për pjesën e tokës ble sa më parë. Kush po blen më shumë Shqipëri, domethënë tokës shqiptare? Shqiptarët? Po shqiptarët, po ti 2 milioni ke brenda, 5 ke jashtë. Domethënë ato që shqiptarët që kanë jetuar jashtë, kanë një pasaportë gjermane, franceze apo ku diun, shqiptarët janë funditës. Po investojnë në Shqipëri. Po investojnë në Shqipëri. Një pjesë shumë e madhe kanë kthyer orientimin e tyre drejt Shqipërisë. Unë personalisht kam miq të mi dhe klientë që kanë jetuar mbi 15 vite në Europë, kanë vendosur të rikthehen në Shqipëri sepse Shqipëria dhe Tirana janë në një moment shumë të mirë zhvillimi dhe Tirana ka oportunitete dhe s'ka punë vetëm për dembelin. Po është vërtet. Jo, zëvend patjetër. Po, Tirana nuk ka punë për dembelin. Që kështu ata po kthehen, po investojnë, po me të ardhurat që kanë punuar në emigracion, me ato të ardhurat janë duke bler, patjetër bankat japin financime si jashtë edhe brenda që kështu. Kush janë klientë më të vështirë? Janë ato shqiptarë që jetojnë jashtë apo shqiptarë që janë këtu brenda?
Nuk i ndaj dot se të vështirë janë në llojin e vet secili, po jo vështirë përdorur në konotacion negativ. Vështirë për kërkesat, për problemi për shembull me shqiptarët e botës është që në kohën ku jeton sot Tirana, që edhe unë dhe ti nuk është se i dim mirë gjitha rrugicat e lagjeve të reja që janë hapur. Pra ka ardhur dita, ne ka ardhur dita, po. Dikur kur shkonim jashtë në Gjermani, në Itali, që shihnim shqiptarët njerëzit tanë atje që përdorin Google Mapsin, hartat, dhe thonë, po si ka mundësi këto jetojmë këtu prej vitesh, ndërkohë që ne edhe sot në Tiranë kemi filluar të përdorim. Dhe jo më larg se dje kam treguar këtë si histori, kam qenë në Amerikë për herë të parë në 2008 dhe do shkonim në një fest ditëlindje, po atje organizojmë festat në shtëpi. Siç është bërë trend edhe këtu. Dhe ishin miq të ngushtë. Dhe ai burrit e zestima hapi, printoi në 2008, as ka qenë koha e iPhone-ve akoma. Printoi, nxorrin 6 faqe me adresa. Më thënë, shikoja vetëm hartën aty dhe nuk kuptoja ndonjë gjë të madhe se ku kishim parë, po, ashtu ishte realisht. Edhe pyet tezën e thash, po mirë, thash, pse e printoj, thash, nuk e di se ku po shkojmë? Jo, tha, i e di, tha, po duke qenë që janë lagje të reja, na duhet gjithmonë orientim që të shkojmë fiks deri te shtëpia dhe ne kemi ardhur në atë pikë edhe tani. Dhe pjesa më e madhe nuk e njohin zonat e reja që janë hapur Tiranë. Për shembull, pjesën e vilave nga Tegu, un kam klient që kthehen vitin tjetër dhe jam duke punuar me ta për t'i gjetur dhe për banim, po edhe për biznes, dhe më thotë, lutem më shpjego se cilat zona duhet të shikoj që të orientohem për të jetuar në rezidenca, siç janë pjesa e rezidencave të Tegu. Dhe nuk e dinte që gjithë kjo mënyrë jetese është spostuar në atë anë të Tiranës, që kështu duhen edukuar pak edhe me mënyrën se si ka marrë zhvillim Tirana. Pra, nuk duhet habitemi me këtë gjë dhe është një zhvillim që ne gjithë duhet ta pranojmë, se ndoshta para një viti kemi kaluar në X rrugicë ose X lagje, zonë. Kur shkojmë ti more? Ka ndryshuar. Shumë zhvillim. Ka dashuri me shikim parë në fushën real estate ose me pronën, apo është thjesht një mit? Prona është blerje emocionale, që kështu dashuria me shikim të parë është në çdo transakcion. Pra ne i bie që e bën të punë me ndjenjë. Me ndjenjë. Me ndjenjë. Po nga ajo fillon e gjitha, se pa ndjenjë. Po nëse ne kemi ndjenjën si agent për shembull për atë pronë ose për ta bërë këtë si punë, nëse nuk e ka pala tjetër, e kisha më shumë për këtë pjesa e klientit. Ata me pronën e kanë dashuri me shikim parë edhe me pronën? Klienti blerës pa. Blerës, jo. Ai mund të ketë parë 5 shtëpia dhe aty i ngel syri, aty i ngel mendja. Është me fillim. Do një dozë aty për shembull të bën diçka kështu. Ne jemi gjithmonë aty për të hedhur pak glitër, për të bërë një çik magjin ton. Dhe në momentin që e shohim që klienti është në atë pronë që i përmbush mbi 75% të kërkesave të tij, japim pak atë dozën tonë të magjisë për t'i dhënë atë pushin e fundit. Flitet që tregu shqiptar dëgjohet, lakohet gjithmonë kudo në bisedat, në kudo ku ulemi me njerëz, ndoshta edhe në rrjetet sociale, flitet që ka një flusk tregu shqiptar për sa i përket pjesës të çmimeve. Ta presim të vi fluska, punë do keme. Nuk është për moment, nuk ka flusk. Po ndihet. Nuk po ndihet, nuk ka, domethënë është thjesht kërkesë ofertë, është kërkesë ofertë që i vjen momenti që punohet, që po kalojmë nga 2, 3, 4 muaj me klient për të gjetur pronën që ata kërkojnë, është proces. Nëse është e vërtet kjo fluska, nëse plas nesër, kush përfiton më shumë? Po ne, kush do përfitojë? Agenti do hape pastaj. Agenti dhe blerësi. Është vërtet që kjo pjesë e fluskës ndoshta është një hipotezë ngritur, një tymnaj mposhe, se kur kalojnë vitet, nuk e di unë ka ndodhur për shembull me klientët që pas janë rikthyer pas një viti ose 2 vitesh, thonë mos si se mora unë atëherë, pse se mora atë pronën. Ndërkohë që prona ka marrë tjetër zhvillim, ka marrë tjetër. Sa këngë janë bërë për pishmanin? Po janë bërë për dashurinë. Po, pishmani. Ka një çik. Prandaj nisëm që edhe këtu ka një dashuri me shikim parë, por është një emocion e gjithë edhe pjesa e pronës. Është shumë emocionale. Pjesën e networkut, kontakteve, marrëdhënieve ke krijuar me klientët ndër vite, nga të kanë ardhur më shumë nga pjesa e influencës tënde, rrjetet sociale, marketing online. Unë kam filluar patjetër me sferën e influencës. Domethënë unë jam lindur dhe rritur në Tiranë, kam ndruar shumë shkolla kur kam qenë fëmijë, rrjedhimisht kam ruajtur shumë marrëdhënie shoqërore me fëmijë të ndryshëm që kanë qenë në klasat e mia ndër vite. Dhe ne i herë them
8 vite, 8 vjeçarja. Pasa filloi 5 real estate që shkolla. ka qenë kopësh domethënë. 5 shkolla, nga 40 veta në klasë. E kupton? Domethënë unë kam nisur me rrethin tim të influencës. Jo me familjen. Interesante është kjo, po nuk e di, do ta zhvillojmë edhe këtë pjesë. Jo, nuk dua ta zhvilloj. Nuk do ta zhvilloj. Këtë nuk duam ta zhvilloj. Është ajo shpreha që për ta mbyllur të pjesë tha me tëndin ha e pi, allish verish mos bë. Jo. Jo se ka diçka, por ka kërkuar edhe që sfida ti kesh edhe vetë tuaja të krijuara nga vetë. Punohet më mirë se me botën se sa me tëndin, që kështu më mirë të ham ato dreka darka që kemi familjare dhe pjesën e punës ta lejmë një çik. Do e dile tek pjesa e marketingut. Si ndikon marketingu online në fushën e real estate-it? Është shumë i rëndësishëm, por jo vetëm për të marketuar pronat. Domethënë duhet marketuar edhe agenti duhet marketoj veten e vet, sepse në fund të ditës siç erdha dhe unë këtu. Diçka tjetër, jo vetëm për ta bombarduar profilin e saj me prona, hedh prona më mirë, gjëra më mirë. Njerëzit kanë nevojë për informacion, kështu e kanë paktën. Po njerëzit duhet ta dinë dhe më kë po punojmë. Se do punojnë me mua, se shes shtëpia? Shtëpia shesim plot. Pra ti nuk je vetëm një shitse. Unë nuk jam vetëm një shitse, unë jam një njerëz që bëj një punë një ndërmjetëse që unë përpiqem të kuptoj nevojat e klientit tim dhe të mbyll atë transakcion për të cilin është nisur. A ka realisht rezultat marketing online për një agent që është shumë fat, po ka dhe rezultat. Domethënë nuk është ai rezultati që hajde, okay, shumë bukur e morëm pronën e bëm busta dhe u shit tani. Jo, nuk është kjo.